Një video e vjetër, por tejet domethënëse, ka rikthyer në vëmendje anën më të ndjeshme dhe më të bukur të Shpat Kasapit, humanizmin. Përveç famës si këngëtar i njohur, Shpati njihej edhe për ndihmën që u jepte familjeve në vështirësi, shpesh larg kamerave dhe pa bujë. Pamjet tregojnë momentin kur ai ndodhet në një dhomë të vogël së bashku me disa fëmijë të një familjeje në nevojë në Yzberisht. Në video duket I ulur, I rrethuar nga fëmijët, ndërsa disa prej tyre I mban në prehër me përzemërsi. Atmosfera është e ngrohtë dhe plot dashuri, duke reflektuar qartë lidhjen e sinqertë që ai krijonte me njerëzit që ndihmonte. Ndjekësit në rrjetet sociale po e shpërndajnë pamjen me komente mirënjohjeje, duke kujtuar se Shpati ka lënë gjurmë jo vetëm me këngët e dy, por edhe me veprat e mira që shpesh mbeteshin larg syrit të publikut. Shpat Kasapi ka ardhur në Struga. Shpat Kasapi në Struga ka ardhur Kasile me vizitu këtë familje. Si se I lumtur është? Unë jam në një familje të mrekullueshme këtu në Yzberisht, me zonjë dhe 8 kalamaj, 8 jeni apo në? 8. Kjo familje ka nevojë madhe dhe suport për gjithë ju që keni mundësi, kush me mundësitë e veta, ti ndihmojmë sepse janë të mrekullueshëm këto fëmijë, triten me një të ardhmë të bukur, siç e meritojnë. Ju lutemi gjithëve me mundësitë e veta.